pikërisht ashtu siç e kishin ndëruar. Por megjithë atë them se njerëzit përpiqen të jenë të lumtur. Madje duke bërë shaka edhe në kurrizë të tyre. Ka shkuar dhe në Marok. Dhe pastaj u ktheve në Shqipëri. Një maroken mesatar, çfarë bën ndryshe nga një shqiptar, apo çfarë bën një shqiptar ndryshe nga një maroken? Që të bëri ty të ndjeje një forcë të brendshme apo dëshirën për të kthyer në këtë vend. Have you finished with Albania yet? E ke mbyllur me Shqipërinë? No, it's a process. Jo, është akoma një proces. You're staying. Unë do të qëndroj. Okay, you're crazy. Që nke i çmendur. This is home. Kjo për mua është shtëpia. Tani 100%. Këtë plan kam, të qëndroj këtu. 100%. Okay. Në Marok shkova sepse kisha qëndruar një vit në Shqipëri, kështu që duhet të largohesha. Pra, si procedurë të duhet të largohesha nga vendi. Në fakt nuk doja të largohesha fare, doja të qëndroja. Madje u i rregullova të gjitha gjërat që të qëndroja këtu. Tani ke leje të posaçme për të qëndruar? Tani jam në procesin e marrjes së leje qëndrimit sepse punoj për një kompani shqiptare. Kam një llogari bankare në Shqipëri dhe gjithçka tani po rregullohet. Por mundesh të largohesha për një farë kohe. Dhe për këtë arsye Maroku hyri në ekuacion. Për sa u përket ndryshimeve që po përmendje. Me mendje vazhdoja të isha këtu, megjithëse isha fizikisht në Marok. Nuk kam asgjë kundër Marokut sepse ishte një përvojë shumë e bukur. Po edhe disa përvoja paksa stresuese, por doja të kthehesha këtu. Duhet të më japësh një përgjigje të pranueshme se çfarë kishte kaq të fuqishme ky vend apo çfarë të ndodhi ty që e bëre këtë zgjedhje, çfarë të ndodhi ta bëje këtë zgjedhje. Sepse nuk është vendi më i mirë i botës për personat të cilët vendosin të qëndrojnë këtu. Është si çdo vend tjetër i botës. Çfarë ndodhi pra? Mendova se është një ndërthurje shumë gjërave, jo e një elementin veçanti. Ajo që më tërhoqi më shumë ishin njerëzit. Pra, ishin miqtë apo më shumë? Ke ndonjë histori dashurie? Është një histori miqësie? Do të doja të kishte qenë histori dashurie? U përpoqja në fakt të nisja një histori këtu, por nuk isha me aq fat. Kurse për sa i përket miqve, krijova lidhje shumë të mira. T'ju jap një shembull. Sepse ky vend ishte një inspirancë për mua. Është se kam vizituar mjaft vende. Nuk kam jetuar në ndonjë vend ku të gjithë miqtë e mi të ishin vendes. Dhe ky ishte vendi i parë ku të gjithë miqtë e mi, 90% le të them, ishin shqiptar. And they stay with you in daily basis. Dhe ata qëndrojnë përditë me ty, shoqëroheni përditë. Domethënë takoheni, pini kafe në një formë shumë sportive. We'll meet in January. Nuk lini orare, do takohemi në janar. Dhe kjo më pëlqen këtu, sepse merr në telefon shokun, i thua dalim për një kafe ose pim kafe nesër në mëngjes. Ke udhëtuar nëpër Shqipëri? As a Texan. Si një person nga Teksasi, cila pjesë e Shqipërisë të ngjan me shtëpinë? Çfarë ngjan me Teksasin? Në kuptimin e natyrës. Natyra jo nuk është, kush e di se çfarë në Teksas, është një vend i sheshtë, ka disa hapësira të gjelbra, kryesisht në perëndim është shkretë të tjerë, por është një vend mjaft mikpritës. Janë njerëz shumë të afërt. Dhe them se edhe shqiptarët ngjajnë shumë me ne në këtë drejtim. Dy elemente për amerikanët. Kur gjykohen nga evropianët apo nga anglesët. Së pari, personat nga Teksasi janë të drejtë për drejtë. Ta thonë troç, ose të kanë qejf, ose nuk ju pëlqen diçka që bën ti.